Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me sodë buke që ju heq 10 vjet nga fytyra, ja receta si ta përgatisni. Nëse rrudha dhe lëkura e lëshuar në fytyrë ju shkaktojnë telashe, duhet ta provoni këtë maskë natyrale. Kombinimi i vajit të kokosit dhe sodës së bukës është në gjendje që të pastrojë thellësisht lëkurën në fytyrën tuaj. Duke depërtuar në pore dhe me efikasitet, eliminon aknet dhe njollat e zeza. E pastron lëkurën, largon gjithashtu ndotjen dhe shëron gjithashtu indet e lëkurës. Soda e bukës mundet që të përdoret për shumë qëllime, përfshirë edhe bukurinë. Jo vetëm se mund të trajtojë aknet dhe problemet e ngjashme me indet e lëkurës, por e normalizon edhe pH-in e lëkurës dhe ju mban larg problemeve të tilla. Përbërësit janë 2 lugë vaj kokosi, 1 lugë sodë buke. Përgatitja: kombinoni të gjithë përbërësit në ndonjë enë dhe i përzjeni mirë derisa ju të keni një pastë të trash. Aplikojeni atë në hapësirat e prekura, e lini që të veprojë për 5 minuta dhe e shpëlani me ujë të ngrohtë. Shihni se si mjalti dhe soda e bukës së bashku janë një ndihmë e vlefshme për lëkurën tuaj. Kur është fjala për bukurinë, ëndra e secilit është gjetja e produkteve natyrore të thjeshta për t'u vënë në praktik dhe ndoshta edhe ekonomike. Sot, për të përmbushur këto nevoja, ne do të flasim për kombinimin e 2 ushqimeve natyrore dhe të shëndetshme që pothuajse të gjithë i kanë në shtëpi, mjalt dhe sodë buke. Së bashku këta 2 përbërës bukurie janë në gjendje t'i japin lëkurës një pamje më të shëndetshme. Maska kundër rrudhave me mjalt, sodë buke dhe limon. Gjithashtu, për përgatitjen e kësaj maske nevojiten 2 lugë sodë buke, 1 lugë çaj mjalt organik dhe gjithashtu lëngu i 1 limoni organik dhe 1 lugë gjelle ujë. Përzjeni të gjithë përbërësit derisa ju të përfitoni një lloj kremi të cilin do ta aplikoni në lëkurën tuaj. Nga ana tjetër, ju duhet ta përjashtoni zonën e syve. Maska në fjalë duhet të mbahet për rreth 15 minuta dhe më pas të lahet me ujë të ngrohtë. Aplikimi i saj një herë në javë do të ndihmojë lëkurën tuaj të pastrohet dhe të duket më e ndritshme duke vonuar shfaqjen e rrudhave. Skrap me sodë buke dhe mjalt. Për përgatitjen e tij duhet 1 lugë gjelle sodë buke, 1 lugë gjelle mjalt organik dhe ujë të mjaftueshëm për t'i përzierë që të dyja. Në këtë mënyrë ju do të përfitoni një masë e cila duhet vendosur mbi fytyrë me masa të lehta. Prania e sodës në fakt do të krijojë një lloj pastrimi që do të ndihmojë lëkurën tuaj që të heqë qafe pa pastërtitë. Pasi ju ta masazhoni mirë, shpëlajini dhe aplikojeni një krem neutral 2 ose 3 herë në javë. Ky pastrim do të ndihmojë në mbajtjen e lëkurës tuaj të pastër, duke mbajtur larg pikat e zeza dhe problemet të cilat lidhen me akumulimin e papastërtive. Maska anti-njoll me sodë buke, uthull dhe mjalt. Për këtë maskë juve ju nevojitet 1 lugë çaj me sodë buke, gjysmë gotë me ujë me 1 lugë gjelle uthull molle, 1 lugë gjelle mjalt organik dhe lëngu i 1 gjysmë limoni. Përzjeni që të gjithë përbërësit dhe masën e përfituar aplikojeni në një fytyrë të pastër, duke e lënë atë që të veprojë për të paktën rreth 15 minuta. Më pas merreni dhe shpëlajeni me ujë në temperaturën e mjedisit. Përgatitja e kësaj gjëje një herë në javë do të zbehë të gjitha njollat e lëkurës. Gjithashtu, sa herë që qeshni, shprehni një emocion apo qëndroni shumë në diell, një vizim i ri shtohet në fytyrën tuaj. Ky proces është sa natyral që shfaqet me kalimin e moshës, aq edhe i sforcuar nga faktorë të jashtëm, por është i menaxhueshëm.
Në qoftë se ju doni që të ngadalsoni rrudhat e tepërta, mjafton që ju të hidhni një sy nga recetat natyrale. Në këtë video, ne do t'ju tregojmë disa mënyra të thjeshta se si të largoni rrudhat e moshës me produkte shtëpie. Trajtimi me kos dhe karot. Ky trajtim është i pasur me vitaminën C, e cila lufton plakjen, beta-karoten dhe acid laktik. Bashkimi i të gjithë këtyre mineraleve dhe vitaminave bashk i jep fytyrës tuaj mundësinë që të rigjenerohet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një karot, 5 lugë gjelle kos dhe 1 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja. Si fillim, qëroni karotën dhe priteni në radhë të vegjël. Hidhini ato më pas në mikser bashkë me përbërësit e tjerë dhe sigurisht përzjeni derisa të formohet një pastë kremoze dhe pa kokriza. Më pas vendoseni atë në fytyrë në darkë në zonat problematike për ju dhe lëreni atë që të veprojë për të paktën 30 minuta. Në fund e shpëlani fytyrën tuaj me ujë të vakët dhe lyeni atë me një krem hidratues. Këtë trajtim këshillohet ta kryeni çdo natë përpara gjumit, ndërkohë që pastën me kos mund ta ruani në frigorifer deri në 2 ditë. Trajtimi me kastravec dhe aloe vera. Vetitë rigjeneruese dhe freskuese të përbërësve të këtij trajtimi janë idealet për të larguar lodhjen dhe rrudhat nga fytyra juaj. Antioksidantët, ujë dhe fibrat natyrale që përmbajnë janë idealet për një lëkurë sa më të freskët. Përbërësit janë gjysmë kastraveci, 5 lugë gjelle gjel aloe vera, 2 lugë gjelle vaj kokosi. Përgatitja. Në një mikser hidhni kastravecin e qëruar dhe një kohësisht të prerë, gjelin e aloe verës dhe vajin e kokosit. Përzieni me shpejtësi që të gjithë përbërësit derisa të formohet maska e një trajçme dhe më pas vendoseni në fytyrë. Lëreni të thahet për 40 minuta dhe më pas shpëlajeni atë me ujë. Këtë trajtim këshillohet që ta ndiqni të paktën 3 herë në javë. Trajtimi me majdanoz nga produkte natyrale si mjalti dhe limoni. Kjo është një recetë natyrale e cila po ashtu do t'ju vinë në ndihmë për të larguar rrudhat e fytyrës si edhe të rregullojë pH-in dhe promovon edhe prodhimin e kolagjenit. Përbërësit janë 3 deg majdanoz, 5 lugë gjelle mjalt dhe 2 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja. Shtypni në një enë majdanozin dhe bashkojeni me limonin dhe me mjaltin. Vendoseni kremin e formuar mbi fytyrë për 20 minuta. Më pas shpëlajini fytyrën me ujë të bollshëm. Ky trajtim rekomandohet që të përdoret vetëm para se të shkoni për të fjetur. Trajtimi me mjalt dhe gjithashtu me të bardhë veze. Kjo është një recetë natyrale e cila do t'ju ndihmojë të pastroni dhe të tonifikoni fytyrën tuaj. Përbërësit janë 5 lugë gjelle mjalt, 1 e bardhë veze. Përzieni mjaltin me të bardhën e vezës dhe më pas vendoseni mbi fytyrë. Lëreni për 30 minuta dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të ftohtë. Ky trajtim rekomandohet që të bëhet të paktën 3 herë në javë. Mirë po duhet të dini informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.